Situata në kaskadën e lumit Drin paraqitet e qëndrueshme, ndërsa menaxhimi i prurjeve ujore kryhet në mënyrë të kontrolluar për të minimizuar rrezikun e përmbytjeve në zonat e nën Shkodrës. Sipas të dhënave nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, niveli në hidrocentralin e Fierzës është 292.4 metra, 171.97 metra në hidrocentralin e Komanit dhe 74.08 metra në hidrocentralin e Vautodejës. Ndërkohë, prurjet natyrore në kaskad vlerësohen në rreth 1500 m3 për sekond në Fierzë, 550 m3 për sekond në Koman dhe 150 m3 për sekond në Vaunedejës, me një total prej rreth 2200 m3 ujë për sekond. Aktualisht, sipas KESH, shkarkimi fundor nga hidrocentrali Vautodejës realizohet nëpërmjet tunelit të shkarkimit dhe prodhimit të energjisë me një total prej rreth 1400 m3 për sekond, nga të cilat nga tuneli i shkarkimit është 900 m3 për sekond dhe nga prodhimi 500 m3 për sekond. KESH informon se rreth 60% e prurjeve ujore në kaskad po shkarkohen në mënyrë të kontrolluar, duke ulur ndjeshëm mundësinë e përmbytjeve në zonat e poshtme të basenit të Drinit. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare bën të ditur gjithashtu se situata po monitorohet në vijimsi dhe se menaxhimi i prurjeve kryhet sipas skenarëve të parashikuar për sigurinë e zonave të banuara.